Agim, Kosova nuk ka pasur probleme në furnizim me ve. Ka pasur dikon kufinin e rentabilitetit prodhues, furnizues, ndërkaq me mirë brojlerëve është vazhdimisht ka qenë kjo disbalans furnizues. A ka trendet përmirësimit të gjendjes së tregut Kosovës me mirë brojlerëve? Mirë që shtohet për vezë, dhe të thëtë edhe pse ka kaluar në për periudha ndryshme Kosova, po për fat mirë me gjithë vështirësitë që i ka pas, ka arrit ka vite që ka arrit të plotësoj nevojat 100% për konsum brendshëm. Bile lirisht muj me thonë si në periudha ndryshme edhe të kalon nevojat ka edhe të prica. Kurse sa i përket mishit pulës apo brojlerëve, kjo industri ka fillu para 8 viteve dikon me u zhvillu, me hopa. Nismëtar jeni ju? Po, nismëtar ne jem. Edhe dihet që fillimi është gjithë i vështirë, edhe ai që nisë pare me trasunin rrugë është e vështirë. Tash të kem trende ndrysh tjera për shkak se kem edhe farmer tjerë që merren me këtë fushë, domethënë me këtë industri, me rritjen e zëve për trashje apo brojler. Por problemi kryesor është të tregu, për shkak se në Kosovë ende është një import i madh i mishit, kështu që e pengon zhvillimin me hapa të shpejt të kësaj industrie. Edhe për momentin do thotë prej 2-3 vite ka që kanë filluar dhe farmer tjerë të merren me këtë vëmendari. Gjelani dhe në përgjithësi në Morava në këtë fushë është më pak i zhvilluar se regjonet tjera të Kosovës. Si në prodhimin e vezëve, si në këtë industri, përveç neve që jem këtu, që i rrismi numrin, po më stishmi ne këtu një vaq ku i rrismi edhe kem thërtorën, dhe thot nëse i numrojmë tjertë, në gishta i numroj dhe shumë pak janë. Domethënë nuk ka një zhvillim këtë pjesë, tash ka fillu, se nuk ka, domethënë disa raste i një ketë, kurse në regjonet tjera është më shumë e zhvillume, edhe pularit domethënë përgjithësi, edhe për pulat për konsum, po edhe brojlerëve, sa i përket brojlerëve, domethënë regjonet tjera është një numër më i madh, edhe i ferma dhe i rritjes. Këtu më pak ka. Edhe tash, Ministria e Bujqësisë po ndon mjete, po ndon miliona edhe për këtë fushë bujqësisë, për këtë sektor. A vlerësoni këtë dhe a duhet pakçade të ndjeket puna atyne, të monitorohen mjetet ku po shkojnë, të mos vonohen mjetet edhe sikur në rastin konkret që kemi që është i dëmtuar shumë, ky ri me vonesën e mjeteve. Unë e kom theksu edhe hera tjera, ku mu ka dhënë rasti, si në mjetet informimit, si ne publike me njerëz ndryshëm të ministrive, kom dhënë vrejtjet e mia, se i kom vrejtjet e mia, e di çfarë vështirësi janë farmerat. Vrejtja ime kryesore ka qenë vonesën e pareve dhe domethënë kur ndahen mjetet që hipën për ndërtimin e fermave apo grande që shiqujnë, do thëtë farmeri është i obliguar gjitha punë t'i kryej me mjete vetanake. Deri në finalizim, deri në futjen e zojve këto. Do thot troket në dyer, do thot ose him kredi ose huazon mjete nga tafërmit e vet, po ajo që ka më rëndësishme janë mjetet e tij. Pasi ta finalizon punën krejt, atëherë vjen dhe i merr mjetet, po kjo periudhë nuk është shumë e shkurtë, është me periudhë gjatë dhe hin në obligime pa nevojë për shkak se nuk ka orë deri te prodhimi, nuk ka orë deri te fitimi prej punës që e ka filluar. Pa orë deri te fitimi ky duhet me dhënë mjetë ose interes në bank ose diçka tjetër, po më rëndësishme që bankat tona nuk kanë grace periudhë, nuk kanë kushtet më të këqija në ajo edhe në Evropë. Sigurisht, tash janë pak diçka më të mira për fatunin, po deri tash kanë qenë shumë megjithatë larg.